Dita të gjithëve. A e dini se Maqedonia e Veriut dhe Malizi kanë një përqindje shumë të lartë të kancerit në botë? Po. Tani dëgjojeni me kujdes sepse ky është një informacion thelbësor. Tashmë kanceri është ulur këmbë kryq në familjet shqiptare, madje edhe në mbar botën. E dini se sa njerëz vdesin në botë nga kanceri? 10 milion njerëz çdo vit. Po, por në çfarë pozicioni gjendet Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi dhe kush janë problemet kryesore dhe pse ndodh? Dhe a shërohen këta njerëz nga kanceri? Tani ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht, nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Do ta filloj nga rasti i parë në botë që u shërua nga kanceri, që është vendosur në pozicionin numër 1 sepse le të themi që mposhti kanceri, një djalë i ri i quajtur Lukas, një djalë që është nga Belgjika. Ai ishte smur kur ishte 6 vjeç, por në vitin 2024, kur mbushi 13 vjeç, u dha lajmi publikisht që ai mposhti kancerin, sepse kryen një terapi. Për ata që nuk e din, ka disa lloj terapish që tani bile ka folur edhe Mel Gibson që ka shumë terapi që mund të shpëtosh nga kanceri, mirë po disa shtëpi farmaceutike nuk duan dhe e mbajnë varur njeriu, të paktën kështu thuhet, por ka disa ilaçe që kurojnë, si për shembull Everolimus. Everolimus është një lloj ilaçi që rregullon qelizat e njeriut dhe këtë lloj ilaçi e përdorën për këtë djalin e ri, për këtë Lukas, që sipas gjasave ai pas 5-6 viteve, pasi filloi kurën, mundi që të mposhte kancerin dhe cilësohet pra si njeriu i parë në botë që në të i zhvillimit, që nga viti 2000 këtej, që mposhti kancerin. Por kush është problemi kryesor i kancerit? Në fillim dua t'ju them se kush janë vendet më të prekura nga kanceri. A e dini se Hungaria është në vendin e parë, gjendet në vendin e parë në botë për sa i përket sëmundjes së kancerit? Po, është tmerr ta mendosh sepse kjo del nga Global Cancer, nuk është se e them unë, por njëkohësisht edhe Australia. Pra, Hungaria vendi i parë dhe pastaj Australia. Po cilat janë kontinentet më të prekura nga kanceri? Merreni me mend. Evropa gjendet në vendin e parë, pastaj Amerika Latine dhe pastaj Australia. Pra, ndonse na duket sikur Australia është një vendi i parë, nuk është. Por, siç e thash, është Europa vendi i parë në botë nga sëmundja e kancerit. Tani le të ngushtojmë pak rrethin edhe të kuptojmë se ku gjendet më i përqendruar kanceri. Duhet të dini që më i përqendruar gjendet në shtetet e zhvilluara. Por për sa i përket numrit të popullatës, merreni me mend që është Maqedonia dhe Malizi. Tani Maqedonia thuhet që në Maqedoni ka patur një, me fjalë, problemi është ajri, sepse ka qenë disa fabrika që ishte ky për lindan. Lindani është një lloj pesticidi që përdorej deri nga viti 2000, sepse pastaj më vonë u ndalua me ligj që mos të përdorej më, sepse shpërndahet në hapësirë, përveç se dëmton edhe të gjitha të mbjellat, por ne duke i konsumuar ato na krijojnë probleme ne. Pra, ky është problemi kryesor sipas gjasave, që në Maqedoni ka një përqindje shumë të lartë, bile në Shkup është përqindja më e lartë e kancerit. Dhe këto janë të dhëna, siç u thash, të Global Cancer, dhe duhet të dini që e njëjta përqindje, mos ndoshta edhe pak më e madhe, gjendet në Malinezi. Mirë po, pyetja ime është, dakord, në Maqedoni që është ajri, sepse kanë qenë këto probleme, do t'ju them dhe për Kosovën dhe Maqedoni dhe Shqipërinë. Në Maqedoninë e Veriut ka qenë lindani, okay? Këto fabrikat e lindani dhe është shpërndarë në hapësirë etj. Po në Malinezi, pse duhet të ketë një përqindje të lartë? Sepse këto janë dy vendet më problematike të Evropës, ose më mirë të Ballkanit. Dhe problemi është që kohët e fundit, me një fjalë, duhet të dini që nuk është vetëm në disa zona, por është gjithandej, sepse duket sikur gjendet edhe në ajër, pra vetë ajri, është i ndotur ajri, përveç se të gjitha ndotjeve që jedhim ne gjithandej, pra edhe në ushqime,
gjithandej, por edhe ajri. Madje pretendohet që edhe disa pislëqe që hidhen në ujë me anë të një reciklimi që mund të quhet ujit, mund të krijojë dëme të pariparueshme në trurinë e njeriut dhe në trupin e njeriut. Po Shqipëria dhe Kosova në çfarë pozicioni gjenden? Duhet të dini se sipas Global Cancer, Kosova nuk ka fare. Me fjalë as nuk rezulton sepse në vitin 2023 ka patur vetëm 4.000 raste sipas gjasave dhe është një numër shumë i vogël në krahasim me popullatën sipas të dhënave të Global Cancer. Kurse Shqipëria është një vend me fjalë normal, ka një përqindje le të themi mesatare, por në krahasim me para viteve 90 është vendi i parë, e përsëris vendi i parë në Evropë i rritjes së ndjeshme të sëmundjes së kancerit. Pra, ndonse deri në vitin 90 pothuajse nuk kishte fare kancer, pas vitit 90 filloi që të kishte kancer me fjalë të rritej në mënyrë të menjëhershme dhe sot gjendet në pozicion normal për Global Cancer, por për sa i përket rritjes, pra është më problematiku. Pra në Shqipëri është më problematiku. Thash rritjes së kancerit. Kujdes, me fjalë gjendet në një moment shumë normal, pra në një pozicion shumë normal, sikur të jetë, me fjalë nuk është shqetësuese sepse tashmë është shqetësuese në çdo vend të botës, por rritja që ka bërë në vitet e fundit, po e përsëris që ta kuptojnë disa, rritja që ka bërë që nga viti 90 deri tani është e tmerrshme, sepse është një rritje kolosale. Disa pretendojnë që është nuk ka patur më përpara të dhëna dhe disa pretendojnë që është 118%, 120%, një gjë e tillë. Është shumë, po ta mendoni, sepse deri dje nuk kishte fare, le të themi, ose kishte 2-3 raste, kurse sot ka shumë më pak. Tani, pse po them, po japim këto të dhëna? Sepse duhet të dini që sot kanceri mund edhe të shërohet. Po, e dëgjuat mirë. Dëgjoni pak. Në Evropë, 39% të meshkujve shërohen nga kanceri. Po, sepse prek moshën kryesisht nga mosha 60-65 vjeç dhe lart. Moshat e reja i prek më pak. Mirë po, burrat deri në 39% mund të shërohen, kurse gratë deri në 51%. Pra, këto janë statistika të bëra nga Cancer Global. Ndërsa, në Amerikë, deri në 70% mund të shërohen nga kanceri. E dini se çfarë do thotë kjo? Këto janë statistikat e kohëve të fundit, sepse sipas të dhënave të Global Cancer dhe të gjitha organizatave, mendohet që tani me zhvillimin që kemi bërë, ne kemi potencialin që të shërojmë njerëzit nga kanceri. Mi po si që thash më përpara, varet nga çfarë terapie, varet nga shumë faktor, varet nga njeriu, nga DNA-ja, nga problemet që mund të ketë, nga statusi që është krijuar, nga ushqimi etj. Dhe pastaj dhe si do ta bëj ai terapin. Në Itali për shembull është një vend që e bëjnë në një mënyrë le të themi shumë natyrale dhe pothuajse aty ka rreth 60%, 62% më shumë se vendet e tjera të shërimit të kancerit dhe që gjendet në Firenze dhe doja t'ju thosha me këtë që në të gjitha vendet ekziston i njëjti problem. Pra mos mendoni që ndodhet vetëm në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia apo Malzi, por ndodhet gjithandej ky problem dhe ka, siç ju thash më përpara, ka është ulur këmbë kryq në të gjitha familjet. Tani, kush është problemi kryesor? Problemi kryesor, sipas gjasave, është ushqimi në radhë të parë dhe pastaj edhe ndotja e ajrit në përgjithësi, sepse kjo më bën të mendoj, sepse nëse ne do flasim për shembull për Maqedoninë e Veriut, Maqedonia e Veriut ka si thon këta që ka patur këtë fabrikën që prodhonte këtë lindanin dhe ndoshta ishte ky problemi. Pra problemi i ajrit që është ndotur. Por atëre ne nëse do të vendosim edhe Malin e Zi që është në një përqindje shumë të lartë në krahasim me popullatën, atëre mund të themi që nuk është ky shkaku, por duhet këtë shkaqe të tjera. Pra përveç se ajrit, ka dhe shkaqe të tjera që është ushqimi e tjerë. Pra ju, çfarë mendimi keni për një argument të tillë dhe nëse në familjet tuaja keni patur raste të tilla dhe le ta diskutojmë sepse diskutimet e përbashkëta padyshim na informojnë. Dhe informacioni është thelbësor, pikërisht sot pra që ne kemi nevojë për informacione. Dhe në një rast të tillë, siç ju thash që gjendet në çdo familje,
kjo sëmundje, është mirë që ne të diskutojmë dhe edhe ata që nuk kanë raste, duhet që të lënë një koment dhe të shpërndajnë këto informacione, sepse padyshim për dikë mund të jetë thelbësor, mund t'i shpëtojë edhe vetjetën, pra nga një fjalë vetme, sepse për shembull sot ne mësuam se sa njerëz vdesin botë, 10 milion njerëz, dhe që Maqedonia është vendi i parë në Evropë për sa i përket sëmundjes së kancerit, dhe pastaj vjen Malizi, pastaj Shqipëria dhe pastaj Kosova. Me fjalë Kosova është e fundit, por për sa i përket trojave shqiptare. Por në Evropë është Hungaria vendi i parë, në botë, le themi, nuk dihet se përse, dhe pastaj Australia por Europa është vendi i parë që duhet ta dini si kontinent. Pres komentet tuaja ndajini këto informacione dhe ju përqafoj, kalofshi një ditë mbar.